Korridori 8, që nis nga kompleksi portual Durrës Porto Romano dhe shtrihet drejt Detit të Zi, është përfshirë zyrtarisht në planet e infrastrukturës kritike ushtarake të NATO-s, duke u njohur si një korridor sigurie në funksion të mbrojtjes kolektive të aleancës. Lajmi u bë i ditur nga ministri i mbrojtjes Piero Vengu në përfundim të ministerialit të ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s të zhvilluar në Bruksel. Sipas Vengut, përfshirja e korridorit 8 në infrastrukturën prioritare të NATO-s e pozicionon Shqipërinë si një nyje strategjike në arkitekturën e sigurisë euroatlantike dhe e vendos vendin në qendër të planeve rajonale dhe investimeve që aleanca pritet të përqendrojë në vitet e ardhshme. Ministri theksoi se vendimi është rezultati i një pune të gjatë dhe të qëndrueshme institucionale, duke cilësuar atë si një arritje konkrete që e rrit peshën strategjike të Shqipërisë në rajon. Sipas tij, përfshirja e këtij korridori në hartën e infrastrukturës ushtarake të NATO-s do të ndikojë jo vetëm në dimensionin e sigurisë, por edhe në zhvillimin e mëtejshëm të infrastrukturës kombëtare në përputhje me standardet dhe kërkesat e aleancës. Korridori 8 konsiderohet një aks kyç që e lidh Adriatikun me Detin e Zi, duke krijuar një rrjet të integruar transporti dhe lëvizshmërie, me rëndësi të veçantë për mobilitetin ushtarak dhe reagimin e shpejtë në kuadër të mbrojtjes kolektive. Përfshirja e tij në planet strategjike të NATO-s pritet të forcojë rolin e Shqipërisë në strukturat e sigurisë euroatlantike dhe të nxjisë investime të reja infrastrukturore në rajon.